Pas 20 vitesh përkushtim dhe punë inovative, Klinika Gjermane e Syve sot feston 20 vjetorin. Nuk është vetëm një përvjetor i thjeshtë. Është një histori suksesi që ka ndikuar në mijëra jetë tek qytetarët e Kosovës, ata që jetojnë këtu, e ata që e vizitojnë Kosovën her pas here, e ata që nuk janë as kosovarë, ndërkombëtar të shumë që i kanë besuar një dhe të vetmes klinikës më profesionale, Klinika Gjermane e Syve. Në një periudhë kur mezi bizneset i mbijetojnë tregut, Klinika Gjermane ka treguar përkushtim të jashtëzakonshëm, profesionalizëm, korektësi dhe inovacion në shërbim të pacientëve, duke vendosur standarde unike në diagnostikimin, trajtimin dhe shërimin e të gjitha problemeve të syve. Kur e nisëm këtë rrugtim, para 2 dekadash, kishim përballë shumë sfida, por edhe shumë shpresë. Me përkushtim, profesionalizëm, dashuri për profesionin, klinika jonë u shndrua nga një iniciativë vogël, një institucion referent, ku pacientët gjejnë jo vetëm trajtim të specializuar, por edhe dinjitet dhe kujdes njerëzor. Sot, fal ekipit tonë të mrekullueshëm, mjekëve, infermierëve, teknikëve dhe stafit mbështetës, kemi arritur të realizojmë mira operacione, kontroll dhe ndërhyrje që kanë përmirësuar jetën e shumë pacientëve. Kemi ndjekur standarde moderne, kemi përqafuar teknologjinë dhe kemi qenë gjithmonë në kërkim të përparimit. Ka qenë një ide në letër, ndërmjet meje, Dr. Talatit dhe afrimet temit i cili sonte është gjithashtu këtu, që të bëjmë një spital rajonal. Fatkeqësisht, nga ky spital rajonal beti vetëm reparti ose Klinika Gjermane e Syve. U themelu në qershor të vitit 2000, 5 vjet mas themelimit dhe më vetësimit të klinikës time në Gjermani. 20 vjet janë shumë. Unë nuk mund të flas këtu tani për çdo sy të operuar, se sa sy kemi mjekuar, por mund të flas se çdo histori, çdo ngjarje është një histori dhe kalon gjurmë në mua dhe kalon gjurmë gjithashtu në çdo pacient. Dr. Minir, në emër të Klinikës Gjermane e Syrit për kontributin tonë 20 vjeçar, një dhuratë dhe një njohje modeste. Dhe t'i falenderoj doktor Afrimin edhe Valbonin, të cilët që nga fillimi kanë qenë me mua në këtë rrugëtim, në këtë sfidë. Dhe t'i falenderoj infermierët që nga fillimi disa me emra, Trëndalinën, Sheribanën dhe patjetër Besnikun dhe Nexhipin dhe ato të tjerët të cilët kanë ardhur më vonë. Që nga viti 2008 gjithmonë ka qenë aty për Klinikën Gjermane dhe për pacientët. Me shumë kënaqësi e ftojmë doktor Gabor Shaljot të jetë pranime. Mir Brahma. If you would ask me 17 years ago that I will stay here in 2025, I would say probably, I cannot imagine that. There was in 2008 that Dr. Minir and Dr. Tamer Tandogan continuously asked me to come to Kosovo. To be honest, I had no idea where Kosovo is really.
I didn't know that it's a part of Yugoslavia, or it was. And they consisted and insisted and insisted, and finally I agreed that I will come 3-4 times a year, so every 3-4 months. Now, 17 years later, I can tell you that I was here almost 200 times. So a little part of my heart is how I feel. Please allow me to a small gift from our attendees. Në që 20 vite më herët, falë një vizuni shumë të qartë, ide shumë të madhe të dy doktorëve tanë, Dr. Milin Arsani dhe Dr. Talat Gjinollit, them ide të madhe, po them ide të guximshme. Arsye se të mendohet në atë kohë që të bëhet një investim i tillë, kur Kosova veç sa kaloi disa vite pas luftës, themi që ishte ide e guximshme të investohet në një klinikë moderne, një investim të madh me sfida, probleme të ndryshme, ku Kosova ende se kishte një sistem të mirë shëndetësor dhe të hapet një klinik, që ajo ide e madhe në vërtet të bërë realitet. Dr. Minieri dhe Dr. Talati, së bashkëpunojnë edhe me Stri Afrimin, arritën të hapin klinikën gjermane të syve, që në atë kohë ishte klinika e syve më moderne, në një teknologji shumë të avancume, jo vetëm në Kosovë, po lirisht të temë edhe në gjithë Ballkanin. Po në njëjtën kohë, kjo hapje e klinikës ishte një mundësi e artë për mua dhe Valvonin, që gjithë dijen tonë që e fitum me studime në specializim, arritëm që ta shfaqim se të realizojmë në klinikën gjermane të syve. Kanë kalu 20 vite dhe unë ndi veten edhe ma tutje shumë krenar që ju pjesë e një ekipe të mrekullueshme të oftalmologëve, të infermierëve dhe gjithë stafit tjetër mbështetës të kësaj klinike dhe të kësaj familje të madhe. Faleminderit të gjithëve, faleminderit për gjithë mikpritjen dhe të gjithë respektin që unë për çdo ditë e ndi gjatë punës sime që ne e bëjmë brenda kësaj klinike. Ju faleminderit shumë. Si zakonisht klinika gjermane e synit gjithmonë ka befasina të mira. Këto s'ma kanë paralajmëru, edhe bashkë jom befasu, po për të mirë. Unë falenderimet gjithëve do t'ju dërgoj, posaçërisht kolegëve të mi e shokëve që më pas gjeneratës Dr. Minirin, Dr. Talatin, se dhe normal. Është shumë për të falenderuar e Dr. Valvonin në Afrimin, që për fillimin kur më kishë kam bërë prapë. Bakizeta Lidema, drejtorisht financave, 18 vite punë. Jeta Kajode, administratore, 13 vite është në klinikë gjermane. Tringa Vokshi, instrumentare, 11 vite bashkë me klinikën. Arjanita Durici, infermiere, 10 vite bashkë me klinikën. Divizioni e bashkuar me Turqisht, Dr. Valvan Ajase dhe Dr. Afrin Shabani, të cilët edhe sot posën ndihmë të jashtëzakonshëm në zhvillimin e kirurgjisë moderne të syrit në vend. Doktora evropiane. Nga viti 2016, shënojnë fasë rritjes së shpejtë dhe aratësimit të shërbimeve. U prezantuan teknika të reja për diagnostikim dhe trajtimin nga gjermane i syrit, mbetet simbol i profesionalizmit për pushimit e inovacionit në kirurgji oftalmologjike, diagnostikimi avancuar, Iran Anatias, që përmirëson shqipimin. Normalisht, Dr. Talat, Dr. Afrim dhe Dr. Valvan nuk do të njihej fesë nëse kjo mbrëmje do të mbyllej pa muzikë dhe pa ushqim. Nuk ishte dalë me vetë mira dhe këto, kështu që edhe këto e kanë menduar të tre shtyllat kryesore të klinikës gjermane të syve. Ju ftoj për një koktel të vogël pa ushqim e muzikë të mirë nga Gjinolli Band.